Të dikush nga mësërin me Face Show. Besoj se po kaloni mirë me stilin e dimrit. Po ashtu, normalisht neve gjithmonë nuk duhet na befasoj bora, sikurse që nuk i befason as këto ndërmarrje cilat merren me pastrimin e rrugëve. Po ashtu, çka po vlitet interesante këtë javë, mbase nuk do të flasim shumë për politikë, do të flasim për gjëra më të rëndësishme, ndoshta që e shtyjnë edhe më shumë politikën e bëjnë të rëndësishme. Po flitet se bisedimet me Serbinë me qëllim i kanë lënë në këtë periudhë dimërore, sepse kanë marrë në konsiderat se shqiptarët janë shumë gjak nxehtë, dimrit janë më të ftoftë, i pranojnë çdo do kushte do kanë edhe të fundojnë. Edini terminoj shpesh pa humbur kohë. Pa humbur kohë jo, po pas jemi tek vit jubilar i pavarësisë së Shqipërisë, po flasim për diçka tjetër, për pikat interesante turistike të Kosovës. E dini një problem shumë të madh cilin e kanë kosovarët, cilët kanë mitësi me ndonjë shtet as huaj evropian apo aziatik apo amerikan, çfarë do të qoftë, kur vjen në Kosovë, e vetmja mundësi që dinë ku ta dërgojnë në ndonjë restorant apo në qendër tregtare. Kjo është fatkeqësisht. Dhe ne të shohim nëse bazohemi te endi statistikave të Kosovës, për shembull, sa njerëz, si quhen ndryshe edhe pelegrin kulturor, sa kanë vizituar brenda një viti, bazohemi për numri i vizitorëve në muzeet për vitet prej 2004-2011, në vitin 2004 do të thotë kemi dikon ka 140.000, në vitin 2012 as 40.000. Diçka s'është në rregull. Do të thotë serial të më interesante ose diçka tjetër, pavarësisht. Nëse shohim tash një artikull tjetër, do çdo i teti i bën që është pelegrin kulture. Por për një vit më shumë dikon i bie 250.000 vete kanë vizituar ndonjë institucion, shfaqje apo muze apo një atrakcion apo diçka të vlefshme që i përket historisë, kulturës apo arkeologjisë kosovarëve apo historisë sonë. Shumë interesante. Bile çka është interesante në këtë statistikën e fundit që e kanë bërë jo zyrtare është që i bie që një antar, një kosovar i cili vijen pushim për diasporës, i vijet që për 15 ditë pushim, 26 syni tij dhe kanë agje që i kalon Kosovë.